Ja ku jemi tashmë në pjesën e fundit, miq të dashur, faleminderit që na ndiqni dhe jeni në shoqërinë e këtij programi, siç edhe kemi thënë në pak çaste më parë, do mundohemi të kemi tani në lidhje Viber pikërisht një nga ata që na ndjek çdo ditë dhe kur ne kemi tema sidomos në programin ton, dhe këtë radhë ne kemi telefonuar, është Naimi në këtë moment që jeton në Londër me origjinë nga Kosova, që unë falenderoj që ka pranuar të jetë me ne tani për të treguar në lidhje me në fakt se si e pasqyrojnë mediat britanike apo çfarë thuhet atje në lidhje me zjarrin pranë një nga aeroporteve më të mëdha, kemi thënë, jo vetëm në Angli, por edhe në botë për shkak të fluturimeve. Atje janë anuluar fluturimet, flakët kanë shkaktuar ndërprerje sipas informacionit që ne kemi pra të Energjis. E kemi Naimin tani, besoj. Të përshëndes, Naim. Mirëmëngjes. Po, dëgjojmë. Por shikojmë vetëm pamjen, vetëm shikojmë pamjet e livadheve atje, gjelbërimit në Londër apo jo? Po, këtë është nga një park këtu në Londër, shihet ose shiqoni pak, unë po më di sa po mundet më fokusu, në largësi shihet paksa ndërtesat e Londrës, këto që janë pak më gjata, përndryshe Londra është një qytet i cili është domethënë në një rafsh, nuk ka shumë bregore ose male, tralla janë këto sikur kjo pikë që tani janë këto. Edhe sot, nëse ka një herë dhe dielli duket se është në shefur mbas rave, kështu që kemi ko është pak më e vranë se sot që ka qenë dje. Sa për këtë zjarit, zjarri është vënë kontrol sot më gjës dikur në orët herët më gjës 6 gjithë ashtu dikur. Dhe ka ndonë një vend stacion të rrymës elektrike afër Hitros, por ja që edhe stacioni i mbështetës i tij është përfshirë në zjarr, kështu që ka shkaktuar dëmë relativisht të mëdha për këtë operacioneve të fluturimeve, ku duke që janë dhe përmbje një fluturime, dhe një 300 këto fluturime, janë përfshirë edhe po, domethënë energjia elektrike është ndalur edhe në përprona për rreth diku rreth 15.000-16.000 prona për rreth kanë vetur pa energji elektrike, dhe sekretari i energjisë ose ministri i energjisë të Britanisë Ed Miliband ka dalur para disa minutave në publikisht ka shprehur në gjatën e tij, por posaçërisht se përket arsyes ende nuk vjen arsye të qarta të këtij gjëri. Në një gjë që është evidente se këto fluturime, duke pas parasysh se domethënë Heathrow është një prej 5 aeroporteve më të zënë në botë, dhe këto fluturime të cilët janë tash shkruar për ditën e nesërme, kanë shkaktuar shumë probleme të udhëtorëve të cilët jo vetëm këtu në Londër, por edhe në shtete tjera. Por këtë që domethënë rekomandohet që mos të mirret asnjë udhëtim në drejtim të Heathrow, sepse do të zgjidhen. Të gjitha fluturimet tani atje janë të shkruara për vitet e vijim. A më shuaj një kureshte, unë nuk kam këtë informacion, natyrisht nuk e kam vizituar ndonjëherë Britaninë. Ky aeroport sa është afër Londrës? Ku ndodhet tamam? Ku ndodhet në vendim të Londrës, është dikur të them nga rreth 30 kilometra nga Londra, ose se ku jemi, sepse Londra është relativisht e madhe këto me hapësirë, por dikohet nga distanca këtë mos e me kohë, domethënë sepse unë do të qenë distanca e shkurt, por në shumë kohë për shqip, por unë do të qenë distanca më e gjatë të kaluar më shpejt, kështu që dikon
20 minuta dhe gjysore distancë. Ose është raporti më i madh i Londrës për Rusë. Isha duke parë disa komente të disa shqiptarëve që jetojnë aty dhe bënin një krahasim si ka mundësi për shembull që nëse bjen një zjarr në një aeroport kaq të madh, në një shtet kaq të madh siç është Anglia, dhe nuk ka për shembull për shkak të energjisë ndëpritën edhe fluturime. A është ky problemi se nuk ka energji në këtë aeroport, pra nuk ka rrymë në këtë aeroport dhe komentet ishin si ka mundësi që nuk kanë agregat apo ku ta diun, domethënë një rezervë tjetër për energji, duke bërë krahasimin e një shteti të fuqishëm siç është Britania. Po, tash restaurantisha i qatë më herët. Zjarri që ka ndodhur në stacion i ka përfshi gjithashtu edhe disa generatorë të cilët janë rezervë. Sepse po në këtë rast gjë që e bën këtë incident për mosave që të këtu më herët. Pra nuk është një incident që izoluar vetëm në stacion elektrik, por është përfshirë edhe do me thonë këto generatorët të cilët janë rezervë. Kështu që për atë kam vetur të arrijmë tërësisht. E kuptojmë. Rasti vërtet jashtëzakonshëm, sepse nuk pritet që të vijat edhe në stacione, edhe do të thonë generatorët rezervë të përfshirë në një incident, por ja që ka ndodhur këtë arsye e bëra këtë rast jashtëzakonshëm. Mirë, Naim, faleminderit shumë, shpresojmë që nuk të kemi ndërprer nga puna jote e përditshme, ja që nga njerë të marrim edhe ne, përveç se ti na telefonon shpeshherë në këtë program, dhe të falenderojmë që je shikuesi i rregullit të programit. Po, si zakonisht, faleminderit edhe juve për kohën e mundësinë, ju uroj një ditë të mbarë, mirupafshim.